Zgjedhni një letër edhe keni me kuptu se cila është karma jote për vitin 2026, cilat mësime kemi marrë te këtë vit. Atëherë këto janë 3 letra, letra e parë, letra e dytë, edhe letra e tretë. Zgjedhni një letër ose një unazë. Nëse e keni zgjedhë letrën e parë ose këtë unazën, këto, atëherë energjia jote për 2026 është një energji shumë e mirë, plot dashni, ka shumë oferta të reja. Mirë po, cili është mësimi yt për 2026? Cila është karma jote në këtë vit? Këtë vit ti ke me mësu qysh me dallu realitetin nga iluzionet. Çka është e vërtet edhe çka nuk është e vërtet. Ka me pas lidhje të reja, ka me pas oferta të reja. Mirë po, ma e rëndësishme është që ti vendimet që i merr, zakonisht i merr si qysh ti i ndjen. Këtë vit është ma mirë me përdor logjikën. Nëse e keni zgjedhë letrën e dytë ose unazën e dytë, këtë unazën këtë, atëherë këtë vit keni me mësu se qysh me majt balancin në mes marrëdhënieve me të tjerët. Zakonisht këtë vit shihen që filloni lidhje të reja ose në dashuri ose në biznes, në punë, në familje. Do të thonë kjo letër ka të bëjë me marrëdhëniet e juaja me të tjerët. Edhe mësimi juaj për këtë vit është se qysh me mbajt në balancë çato lidhje. Zakonisht e vrej që jeni një person që jepni shumë edhe bëni shumë ose keni bo shumë për tjerët. Mirë po tjerët ka raste kur s'kan bo sen hiq për ty. Edhe kjo letër ju fton që jo me i balancu çato. Nëse ju e vreni që ata persona në lidhje, në punë, në familje, në shoqëri, nuk po japin aq sa jep ti, do të thonë diçka nuk është në rregull, sepse ti po i ndihmon, ti po bën gjithçka, ti po ngan mas tyne, mirë po personi tjetër jo, nuk është i interesuar ose bën shumë pak. Kështu që është momenti që ti ose mi thon stop aty në lidhjeve, ose me vendos balancë edhe kufi. Ose mbaj distancë nga këta persona, ose vendos kufi, edhe mos i lejo që me shfrytëzu. Nëse e keni zgjedhë letrën e tretë ose këtë unazën, atëherë energjia jote e re e vitit 2026 është fillime të reja, sene të reja, manifestime, dëshira, por juve ju ndryshon komplet energjia. Mesazhi edhe mësimi është që me lëshu ajo që dikur ti e ki pas, energjinë e vjetër, jetën e vjetër, edhe me kalu me një energji të re, me një realitet të ri. Mësimi yt ose karma jote këtë vit është që ti mos me pas frikë, që senet që nuk të shërbejnë më, milion me shku, edhe me kalu
në një energji të re. Gjithashtu, me pranu që ndryshimi ka ndodhur. Me pranu që gjendja jote ka ndryshu, ti ke ndryshu, edhe me fillu diçka të re. Nuk po them nga zero, por jo me jetu në ata që ka ndodhur në të kalumen, po me fillu diçka të bukur të re. Gjithashtu ti je gati për gjëra të reja edhe për ndryshime në jetën tënde. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëjeni like edhe jepni një koment se sa rezonon kjo video edhe ky mesazh me juve. Për ma shumë informacione, shkoni në Instagram në këtë faqe edhe bëma një follow ose shënoni me mu, sepse ka shumë oferta edhe pako spirituale, rituale, lexime letrash që mundeni mi porosit te une. Shihemi në video të tjera.